Në librin që ma ke dhonë, sot, shkruan thot, ma ka dedikua Agji Fadel, thot, me respekt dhe mirë njohje, librin Shtëpia me gjak në mure, i adhuroj Valentina Ahmetit për kontributin e saj në dokumentimin e së vërtetës mbi krimet e kryera në Poklek dhe Kosovë përmes punës së saj si gazetare. Me shumë respekt, Fadel Muqolli. Agji Fadel jeta na është bërë shumë dinamike, edhe so herë rekomendu njerëzit që kanë qenë të ftuar në përtej tregimit përballë meje, me histori secila më e rëndë se tjetra për secilin person që vjen, sepse unë e di ma merr mendje që e di që personalisht ty nuk duket asnjë histori më edhe me se sa jotja, dhe mund të mos jetë, por secili që vjen me të humbur nga familja është e pa diskutueshme, pa e bart një energji dhe një dhimbje tonë. Dhe po e them, kam diskutuar një tjetër në emision për çështjen e psikologut edhe terapive, psikoterapive tjera, po mu me shumë sinqeritet po them që nga gjitha këto përtej tregimit në emision, rrëfimet histori të luftës, sa i kam dëgjuar, më kanë ndiku jashtëzakonisht keq emocionalisht, edhe të dosh me gjetë një zgjidhje, kam fillu edhe disa seanca në psikoterapi që me mujt të paktën, mes me mos them tash se po tingëllon shumë vetjake, egoiste, që unë mos me e përjetu në njëjtën kohë me bashkëbiseduesit, po është e pamundshme pa ndodhur kjo. Të ditë jetën dinamike tonën, nuk kemi mundur as me pi kafe shpesh, as me u taku shpesh, po unë e di që pe them kështu pa falsifikim, me thonë ma shqip, ma qysh me thonë gjuhën ton, po unë disa herë rekomendu edhe me thirrë me pi kafe, po jo vetëm ty, edhe gjithë ata tjerë cilët e kanë ndarë historinë e tyre jetësore, edhe normalisht që ma kanë bërë emisionin më të bëjshëm, edhe hiç kërkush përshikuesit tanë kemi bërë në detaje historinë dhe rrëfimin se çka keni përjetuar. Me thonë që ndina shumë e ndershme që vjen, e jashtëzakonisht të respektueshme që vjen edhe ndon kohën për mua. Kudo që shkoj me emision, ti je aty. Dhe jo vetëm ti, gjithë ata të cilët e kanë rrëfyer me 10 herë historinë e tyre, edhe sot e kujtojnë shumicën e rasteve vetëm me fotografi që ke bërë ti Agji Fadel apo jo. Qa më thonë, me të rrugë shëndet mirë, edhe me pas një shëndetin sepse i duhesh fëmijëve bashkëshortës të tjerëve, na duhesh neve edhe të tjerë me i inkuraju. Edhe uroj me të shku dhe puna mba që s'ka shku deri me tani. Faleminderit, po unë je mënu ma herët me të apnu librin, se je njëra ndër gazetarët e para që ma ke mundësu në intervist një orëshe. Që për masakër të Poklekit të full veç ditën e përvjetorit 2 apo 3 minuta, që s'ka mujtë kërkush me kuptu se që ka ndodhur. Emisioni që o mojtë ti, ajo intervist, kur ka dal, atë shumë kum pas thirrje, që s'ko mujtë mi u përgjigjë, edhe më ka thirë një grup prej Amerikës. Edhe janë nisi më shprej shumë keq, shumë banalisht, dhe plus a je shqiptare, dhe po, e në qytetit tonë, në qytetit Kosovës. Dhe pse kem shef këtë krem, dhe shumë në televizion të amin nuk më pas, as nuk kam, thash, na për i me këna dhe shumë intervista, edhe on, po edhe dëshmitarët, po nuk janë transmitu. Tha mu po vjen keq, tha, kur më thirrja në telefon falke, tha kur fulim me një njerëz si jem shef, që ja kanë vro 14 anë. Thash mu po vjen keq, thash po ma keq më vjen si po flas me ty. Se nuk ka një njeri normal si mund me më shef, kur ju kanë vro 14 antarë, se s'ka më arsye me më shef. Thash po, mas pore më vjen keq si po flet shqip. Se kësi fjallësh, kom prit vetë serbesht. Thash po, nëse është e mundshme, ti kur më mos me më kontaktu. As kur më në profilet e mi janë, në rrjetet sociale mos me hi, mos me më komentu, edhe s'kam qef mi po intervistat, as të mijat, as dëshmitarëve. Njerëz si kur ti.